Tani një kërkesë në lidhje me qëndrimin e zotit Meta në kafazin prej xhami. Edhe po të shikoni të gjithë gjyqet që na 1145-a, gjyqit e Mesejkos, Kadrias Biut, Fiqor Sheut, këtë doni ju të marrë mon, Ramiz Alis, Fatos Nanos, gjyqin e Hag, gjyqet të gjitha gjyqet bëhen me kamera dhe bëhen online që të shikojnë qytetarët. Dhe kur bëhet gjyqin e Hag, një gjyq për ju e dini krime kundër njerëzimit apo racizëm, imagjinoni tani që mos të bëhet gjyqi presidentit. Dhe unë prandaj kërkoj që kjo gjykat të ngrihet në lartësinë që kërkon kushtetuta dhe ligji dhe konventa dhe të vendosi presidenti në kushtet të barabarta dhe pa dyshim që ta vendosi përballë shqiptarëve që të provojë pafajësinë e tij. Fakti që kjo gjykat, Klodi, nuk merr vendim ta japi ta shfaqi gjyqin online, vërteton dhe një që kjo ka frikë nga provat. Kjo ka frikë nga e vërteta dhe prandaj ata nuk kanë guximin që ta transmetojnë që të shikojnë shqiptarët montimin që i ka bërë prokuroria çështjes së zotit Meta. Dhe kjo është ajo për të cilën ne kemi bërë kërkesën. Ju e dëgjuat vetë gjykatën, e dëgjuat vetë çfarë syetimi bëri, ndërkohë që u referua një terroristi në Francë dhe nuk u referua rastit Sarkozis. Atëherë çfarë të bëjmë ne gjykatës? Ne mjetet këto kemi, ne mjetet ligjore, kërkesat bazuar në kushtetutë dhe në konvent, këto kemi, Klodi. Se çmendet gjykata, ne nuk kemi çfarë të bëjmë. Tani një precedent në drejtsinë shqiptare që të bëjë një proces live i gjithi. Në këtë vend në vitin 93, 94, 95, 93, 94, 95, gjyqi Fatos Nanos është bërë në kushte të barabarta. Gjyqi të gjithë atë Ramizaliste, Xhimias dhe të gjithë atyre që u shfaqit, që u dënuan atëre për krimde kundër njerëzimit, janë bërë të hapur për gazetarët, për media dhe RTS-ja, i keni aty, do futeni dhe do i shikoni që janë gjyqje të bëra publik. Nuk e kuptoj dot gjykatën, merr një vendim antikushtetues është, dhe thotë që ne nuk do ta shfaqim publikisht këtë proces gjyqësor. Kur i pandeuri vet, shfaq dëshirën, shfaq të gjithë çfarë ai dëshiron dhe ti mos ja plotësosh, nuk e di vetëm gjykata a mundet. Ju do t'ja bëni këtë pyetje gjykatës, do t'ja bëni KLG-s, do t'ja bëni ministrit drejtësisë dhe do t'ja bëni të gjithë ndërkombëtarëve të cilët ne na tregojnë se sa e mirë është kjo drejtësia shqiptare. Dhe ata ndërkombëtarët, unë do t'i ftoj, do bëj një letër që të vinë seancën tjetër të shikojnë presidentin e Republikës mbyllur në kafaz. Kjo është e papranueshme. Klodi, është e papranueshme. Ju gazetarët, shiko, ne avokatët kur flasim ne paragjykohemi sepse mendohet që ne kemi konflikt interesi. Jo, ne nuk kemi. Ne gjitha të drejta tona ligjore zotit Sakrani për të futur kamerat për ta transmetuar live atë pjesë që lejon sipas gjykatës ligji. Për te miqësisë që kam me ju falenderoj për punën tuaj, ju që kaq i keni, por problemi qëndron që është e papranueshme sot në vitin 2026 që ti të mbash mbyllur në kafaz presidentin e Republikës, kryetarin e bashkisë dhe çdo funksionar tjetër, sepse aty humbet nuancën e të qenit një shtet i së drejtës dhe bësh diskriminues. Ju e mbani mend, unë prandaj ju referova te gjykatës, sepse vetëm këto sjellje bënte vetëm i Sisi 10 vite më parë në Siri, mbani mend, besoj, kur i arrestonte dhe i shëtiste në kafaz nëpër qytet. Unë nuk di rast tjetër, në Kosovë pat javën e shkuar përfundoi një proces gjyqësor me burgim të përjetshëm, dhe ai individi u gjykua në të gjithë procesi gjyqësor në krah të avokatit të tij. Më gjeni një precedent tjetër në Europë dhe ja bëni pyetje gjykatës. Ja bëni pyetje atyre palaçove të Këshillit Lart Gjyqësor, atyre se ata më palaçot janë Këshilli Lart Gjyqësor, që shikojnë një shkelje kaq të rëndë të kushtetutës dhe të konvencijës europiane dhe rrin atje në zyrat me kondicioner dhe nuk flasin një fjalë të vetme që shkelen liri dhe të drejtat e njeriut. Si mundet një president republike të rrin mbyllur në kafazin e Qelçës? Por më thoni një rast të dytë dhe unë tërhiqem nga të gjitha kërkesat e mia. Prandaj jam i acaruar sot, ndoshta unë jam çik më i ndjeshëm për liritë dhe drejtat e njeriut, qoftë dhe për vokacionin tim familjar, po është e papranueshme. Kur këtu në të gjithë e Surini 100 vite shtet janë bërë të gjitha edhe në kohën e mbretërisë, kur u gjykoi në 35-ën dhe në 35-ën, ku mbreti Zog gjykoi ata të revolucionit të Fierit, i ka bërë gjyqe të hapura publike, s'kish me por janë bërë publike. Vetëm në Shqipërinë e 2026 të reformës së re në drejtësi që ja thash në gjykatës për turpin e tyre deputetëve dhe kësaj shoqërie që pranon një diskriminim të tillë. Sepse sot është presidenti, nesër do jetë Edi Rama, pasese do jetë dikush tjetër aty. Dhe kështu që unë mendoj dhe besoj që ju do ta vazhdoni këtë betejë. Kjo është betejë për dinjitet njerëzor. Nuk është betejë as për kujtim Sakrajin, as për zotin Meta. Është betejë për dinjitetin njerëzor, Klodi. Dhe ti duhet ta vazhdosh këtë betejë. Faleminderit.